Për sa i takon bllokimit të aktivitetit, ne nuk themi bllokim për 1 ditë, për 5 ditë, për 10 ditë, ne themi bllokim deri në përmbushjen e kushteve, të cilat janë konstatuar jo konform kërkesave të legjislacionit në fuqi. Në këtë moment... Mbas një afati që i lini ju? Jo, ne nuk lëm afat. Ne themi që afati ndoshta mund të përcaktohet edhe 2 javësh, ndoshta një tolerancë. Por, ndërpritet aktiviteti dhe biznesi është i detyruar të vijojë me investimin, korrigjimin e të tjera masa të marra. Ose të rriqe loti. Jo, nëse është bllokim për një produkt, ai produkt të rriqet nga tregu, asgjësohet, kthehet te vendi i origjinës në varësi të kontratave, ku janë marrëdhënie kontraktuale që kanë bizneset me njëri tjetrin, kështu që nuk mund t'i futemi. Flasim për bllokim të aktivitetit në momentin kur nuk plotësohen kushtet e ruajtjes apo kushtet e prodhimit. Në këtë situatë, operatori i biznesit ushqimor merr masat e tij, korrigjon situatën, njofton autoritetin, ne bëjmë kontrollet tona, nëse këto kushte gjykojmë se janë përmbushur, atëherë i jepet e drejta që të rivijojë me aktivitetin. Në rast të kundërt që qëndroni bllokuar. 350 baxho i bjen që 300 baxho do t'i kishit bllokuar. Po ato që janë jo konform dhe që nuk përmbushin kërkesat, patjetër që janë bllokuar.